Miqtë e mi, sot do ju tregojmë për një risi në fushën e historisë, në fushën e etnografisë dhe në fushën e moralit të asaj që ne jemi sot, pasazh të drejtë të pellazëve, ilirëve, maqedonëve, pirotëve, dhe jemi këtu me një personazh unik, një personazh të veçantë, një personazh që sot po përpiqet me gjitha mënyrat, në mënyrën si thua më profesionale, pasi është një person që në fushën e tij është një ekspert i fushës, të realizojë jo vetëm kostumin e parë real të Skënderbeut, të heroit ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti, por mbi të gjitha dhe të ilirëve të paraardhësve tanë. Ilirëve që i dhanë shëmbëltyr kontinentit ton, më në fund mund të kenë atë, si thua, kostumin e tyre tradicional, të shqyrtuar, të hartuar nga një njeri kompetent, Arjani, që kemi këtu pranë. Do na shpjegoj më tepër se si ka lindur kjo ide. Ideja lindi nga 2017, ku po punoja me një dokumentar që titulloi Ne Shqiptarët. Aty nisëm duke provuar objekte fotografinë që duhej visheshin ilirë tek shumë me radhë. Tani, më pas, duke bërë kërkime, vura re që nuk kishte informacion mjaftueshëm për të parë se si dukej një ushtar i lirë në të vërtetë. Domethënë, si duket. Kemi shumë materiale në Itali, Greqi e vende të tjera, nëse i përket mesjetës edhe të kaluarës, por në Shqipëri nuk kemi fare as shoqata, as reenactment, domethënë ringjallje të historisë dhe të kaluarës. Nuk e kuptoj edhe pse në Shqipëri nuk promovohet kjo si gjë. Domethënë, imazhi ynë i lashtësisë, si kemi qenë ne, ne nuk e dimë, nuk e shohim dot. Kemi disa skulptura që nuk e përfaqësojnë denjësisht ashtu siç është historikisht. Nëse deri më sot kemi gjesdisur gjithë arkivat, që nga Vatikani deri në Paris, që nga Vjena deri në Venecia, në Gjermani deri në Londër ishin para ca ditëve, kjo që nuk na kishte shkuar në mendje ishte me të vërtetë të ndërtonin fizionominë e veshjes së një iliri të vërtetë. Por dhe ajo që bie në sy për tej vazhdimësisë sonë të ilirëve, kemi atë që do jetë një risi, në fund një portret të dimensioneve reale të heroit ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu, dhe kjo është një përkrenare e tij, por do arrim që kemi, Arjani, dhe veshjen e tij, tamam ashtu siç e kishte në atë kohë. E vërtet kjo? Unë e kam si projekt afatgjatë këtë gjë. Unë jam profesionist që punoj në skenografi dhe në art pamore, kështu që koha është e limituar për mua. Punoj me komisione, por deri më sot nuk është se kam pas ndonjë person që më ketë interesu ekskluzivisht për këto detaje. Më thënë, unë realizoj kur investohem në atë gjë për diçka. Sepse ti hysh personalisht bëhet një parë me moshën që kemi. Çështja është që këto ja kanë propozuar edhe Muzeut Kombëtar, veshjen e ushtarit i lirë. Nuk kam pas ndonjë përgjigje. Unë kam punu edhe me Muzeun Etnografik të Durrës dhe të Kavajës, kam realizuar 3 manekinë hiperrealist. Kështu që në këtë fushë mendoj që mund të realizoj diçka shumë të bukur. Kam edhe projekte detajuar me kërkim historik, me aq sa kam pas mundësi, që mund ta ballafaqoj me historian për ta plotësuar më shumë. Kështu që çdo kush që mund të jetë i interesuar për të ofruar për bashkëpunim nga tropa, qofshin investitorë apo çdo qoftë, ne mund të realizojmë diçka dhe në fund rezultatin ja durojmë Muzeut Kombëtar. Mund të jetë një ushtar që qëndron tek hyrja e muzeut, mund të jetë një ushtar hiperrealist që qëndron statui brenda muzeut, mund të jenë njerëz që qarkullojnë në qendër të Tiranës të veshur si ilir për të promovuar turizmin, kulturën dhe etnografinë tonë. Një ide shumë e madhe kjo, Arjani, të cila vlen që të mbështetet. Nëse ne kemi dhuruar fustanellën, kemi dhuruar gjithë ato kostumet tona tradicionale, nëse kemi dhuruar alfabetin e të parëve tanë pellazgu i lirë, të paktën të mos dhurojmë dhe këto që janë kostumet tradicionale të shqiptarëve të lashtë. Prandaj një falënderim të madh Arjanit, dhe në qoftë se muzet nuk do interesohen, të jeshtë i sigurt se janë me dhjetra dhe qindra dhe mijëra zemra shqiptare që janë të interesuar që të njohin krimtarinë tate.
të falenderojmë nga zemra, në emër të gjithëve të falenderoj dhe do takohemi radhën tjetër ku sigurisht do shohim të kostume të veshura në trupin e shqiptarëve tanë. Ju përshëndesim miq. Faleminderit Arjan. Po, dhe për një detaj tjetër, tek faqja ime Props Make in Albania mund shikoni detajet e kostumave. Mirupafshim.